javë, unë do të bëjmë shumë qef. Atëherë, kjo është javë qefi, ne do bëjmë qef, do bëjmë në shtëpi qef, do bëjmë tu qef, do bëjmë në banjë qef, do bëjmë kudo qef. Dhe ju do bëni qef me ne. Ky është një nga ato kërcimet latine. Sjellë qef. Bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte después. Ne qef kemi bërë gjithmonë, po duke qenë se javët po vjen drejt fundit, po përpiqemi t'i shfrytëzojmë maksimum. Edhe për te provave, të kënaqemi me stafin, sepse seriozisht do na mungojnë shumë. Bésame,
Aty rini, aty figur mos lëvizni, aty në figur. Graciano. Mirë kërcej Olta? Shumë mirë. Bravo, të pyesim pak Jorën se kjo Jora, Qa më ndike? Ri pak në post, lutem ri pak në post, e kam një intervistë vogël me Jorën. Jora, ti që deshe ke raur vjen prova këtë djalë, se nuk bëri mirë një padjeshk, mirë, të gjitha në rregull sinkron? Po, në rregull. Je lumtur. I dru, po mirë. Bravo, Gracianos dhe Jorës. Ja ku kemi këtu një aktor dhe një këngëtare që këta kërcejnë. Dëgjoj, ajo telenovela turke javës kaluar seria Par ka patur sukses, ka kërkesa në shtëpitë e produksionit në Turqi tani për të bërë seria 2-3 të Shërbetit e Baklavas. Në këtë javë kemi që në Bodrum, kemi xhiruar serinë e fundit të parafundit të serisë. Ju siguroj që unë do hakmerem karshi Baklavas, do ta tradhoj me motrën e saj binjake që quhet Shëndetli. Përshtypjet tuaja, Juria. E kujt është kjo qeshur e vazhduar? A keni me mua? Erandi? Vetë jam syltjashi. Ma thuaj dhe njerë, Sojli, ma thuaj dhe njerë se më duhet për spot. Vetë jam syltjashi. Përshtypjet, Juria, fillojmë nga Iliri, ritëm. Okej. Devis, do filloj me ty. Qishin këto duar të thyra, po djerë? Paperino. Ishin pak si, po mundoheshe të bëj këto gjëra, nuk e ti pse, po mundoheshe të shifsha këtë hapjen të dhe me në jetë djali gjatë, atë ishte gjë e re që e pashte, nuk e ti pse të ndodhi kështu e tillë. A e vure re këtë gjë, ndjeve këtë gjë? Pa, Qa thumë? ja të tregojnë, hajde me djalin. Krahë. Bravo! Hajde këtu me mua. Dhe muzikë të kërtojmë tango. Se mbedo duke të quar në këmë. Kërtojmë tango. Bravo. Bravo, Sa e shkëtërin e parë. Kërtojmë një të dy, ju lutem, mund të kërtojmë. Po jo, po një se mund të tregojmë një pjatë. Sa e më vjen këtu. Bravo! 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 Kur vjen ke Olta shkon direkt e hapet kompletësisht, tregon atë Po. figurën, sa vjen ke ty? O Ilir, e ka nga që i vdiq baklavaja. Hajde të morim telefon Kadaifin të të ndihmoj. Dalbona. Si është puna e profesionistit, unë në fakt u kënaqja Më falë, Bona, shiko, më mirë që si jam i hapur, Se... Devisi unë nuk e kuptova, po kur e shpjegoi Iliri dhe e rikujtova dhe riktheva mbrapsht filmin, e konstatova dhe unë. Megjithatë unë prap ju pëlqej juve jashtëmase shumë kur ju kërceni bashk, vjen një atmosferë e mrekullueshme. Robert, shkurt të lutem sepse më njoftojnë që duhet ja publicitet tani. Devisi dhe Olta janë çiftimi preferuar që akoma dhe një tjetër. Akoma dhe një tjetër më bën mua të besoj që sa të jetosh do mësosh. Në fillimet e Dance with Me këta më treguan mua që pihet kafe në Turak, në javën që kalojmë treguan mua që pihet kafe edhe në filxhan Pierre Carda e nuk e di se çfarë do më japin akoma. Po duket sikur qetësia dhe relaksi i ka bërë këtë çift, domethënë të duken cool, edhe është bërë Chelsea suksesit tyre. Domethënë e ka bërë Oltën të duket shumë më seksi. E ka bërë Oltën që duket sikur muzika i rrjedh mbi trup, ritmi gjithashtu, dhe Olta fluturon në kohë. Nota jote. 7. Dalbona? 9. Ilir. Po ma dhe shumë vonë. Po tashi... Ta dhash ama! E vëre.
Qëllo Ilir. 10 marr vetëm unë. 10 marr vetëm unë. 8. Mirë, jo keq. Mesatarja juaj është 8 pikë. Jeni njësoj? Shkoni në fronin retror dhe ndajni atë poltronë. Alketa. Po Robert. Po më duhet që juria po më shpëton nga duart. Ka rjedhje këtu në panel. Tani unë duhet falenderoj sponsorin ton general. Ishte Olta dhe Devisi, është